Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht ne ju jam unë Elvana Shala edhe sonte bashkë të flasim me një grua shumë të veçantë të qytetit të Prishtinës. Ajo konsiderohet ndryshe edhe si ikona e këtij qyteti për shkak të punëve dhe angazhimeve të shumta që ka bërë për komunën e Prishtinës. Me mua dhe me ju sonte është Mimoza Sulejmani, këshilltare e kryetarit të Përparim Rama. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje për gjithë. Faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjeta. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision, për ndryshe je edhe arkitekte me profesion, kështu që me ty bashkë do të flasim për shumë tema të ndryshme që kryesisht lidhen me jetën tënde personale dhe profesionale, por i prekim pak edhe temat e kryeqytetit që janë në interes të jashtëzakonshëm të popullit Kosovës. Po, patjetër, është kënaqësi gjithmonë me qenë me juve, kemi pas bashkëpunim edhe në të kaluarën, kështu që për mua ka qenë shumë kënaqësi kur ma keni bëu ftesën edhe me s'kum prit me ardh. Shumë faleminderit, është kënaqësi edhe për ne të njohim në një dimension tjetër, sepse tash jeni ikonë e kryeqytetit për shkak të punëve të shumta që i bëni këtu, por sonte publiku ka me pas mundësinë me njoft Mimozën në 3 perspektivat e jetës së saj, sepse do t'i hapësh kartat nga e kaluara deri tek e ardhmja. Para se të vijmë tek kjo pjesë, zakonisht i rikthehet të gjitha Hyneshat në retrospektiv, si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast, çka kujton Mimoza nga fëmijëria e saj? Për mu ka qenë një fëmijëri shumë e lumtur, sepse kom qenë fëmija i madhe, kom pas fatin me qenë fëmija i madhe i familjes. Kom qenë si fëmijë, kom qenë shumë e urtë. Pastaj, nështë jeta, profesionit, shtinë më u gjallnu dhe jam kjo Mimoza sot që më një gjithë, po për ndryshe fëmijënia jam e ka qenë jashtëzakonisht e qetë. Jom rritë me familjet madhe, jom rritë prej gjyshnive, sepse motra me vllaun i kemi diferencë vetëm 14 muaj, ata i kanë qenë binaq, janë fakt binaq, dhe unë ma shumë jom rritë me gjyshni, për shkak se mamit i ka rasi mi pas trenjak, kështu që unë kom pas fatin të rrita me gjyshen, ka ana e dajve, po edhe nga ana e babit, pa janë ashkalu, po shumicën e fëminis, do më thonë nështë adhe në klasën e parë, e kujtoj me gjyshin ka ana e mamit edhe babit po ashtu. Çfarë fëmije ke qenë? Çfarë ambiciesh ke pas, Mimoz? Të ka lidhe kaluara me të tashmen cilën e jeton, apo gjithçka ka rrjedh shumë spontanesht? Profesionin që e kom tani ka rrjedh spontanesht. Unë jam rrit me një frym prej familjes mjek. Shumica ka qenë mjek edhe dëshira jame që natyrisht ka kur kom qenë fëmijë me qenë mjeke, si kret shumica e ëndrave të asaj kohe kur unë kom lind, edhe jam rrit qatë periud, ka qenë mu bo mjek, plus unë që e shisha dojnë e madh ka qenë atë kohë kirurg, ndër kirurgët e parë ka qenë në Kosovë. Pastaj doja tjetër ka qenë stomatolog, edhe me treguan në shkollë të mesme punën cilën e kom pas parë, keni mua vit që s'korrespondon hiç me profesionin që unë e kam. Gjatë pushimeve të verës, kur po folje periudhën shumë para luftës, kur na i kishim pushimet verore, edhe punëtorët e dajës në ordinancë shkojshin në pushimet e tyre, unë kom punu si asistente në stomatologji. Wow! Kështu që s'ka të bëj me profesionin tëm heq. E maj men në shkollën e mesme, kur e kam përfundu dhe u regjistrova në arkitektur, e vazhdova me punu deri me një tetor që i ka ra, dhe njerëz ma vëshin stomatologjia, unë e kështu jo arkitektur, dhe më së lëdhë hiç kur gjo me... E prej nga ideja që të studiosh arkitektur, ke pas talent prej fmi? Po, arti gjithmonë më ka pëlqy. Gjithmonë kushdo që më një, vizatimet e kritë shpis, artin figurativ, kitë familjes të dhe zgjonë, unë javë kom vizatu, javë kom kry. Kështu që për mu, arti gjithmonë ka qenë në zamër. Plus e kujtoj një kohë, kur mami jam ka shku në Suedi, për me najt dikun, e kom pas dajen atje, me najt një periudhë, me thonë, 2 dit, i kom hi krejt dollapit, dhe krejt shallat ja kom prish për me bo bluza. Se kom menu që kom bo dizajnerin e era. Ma një rrugës, e kom kuptu që, okej, unë jam për arkitekturën, se kom shku me një kurs të vizatimit, edhe kemi qenë një grup shumë i vogël, se edhe e kuptova që në dizajn atë ko, po flasë për vitin 97, se 97-ën e kom regjistru arkitekturën, edhe në dizajn edhe në piktur u pranojshin veç 7 veta në krejt Kosovën. Edhe në arkitektur s'është që ka qenë numri shumë i madh, se kanë qenë 45 studenta, po kur e pava aty që ka me qenë mundësia shumë e vogël, atëherë unë e vazhdova me arkitektur edhe jam i lumtur që e kom përfundu arkitekturën. Pas ke pas shumë ambicie
për artin si fëmijë. I ke ngjarë dikujt apo është thjesht Jo, vullneti? jo, në familje jo. Familje jo, po të thëmë, shumica e familjes janë mjek, kom jurista në familje, po asnjë inxhinier as asnjë si smerën me arsh, domethënë para kom Cili dalë është unë. vizatimi i parë, cili është arti i parë që e ke eksploruar dhe e ke pa që ki talent? Valla, me thonë drejtë nuk është që më kujtohet shumë mirë, se në shkollë jë më konë kështu e vequme, në shkollën fillore gjithmonë i mershëm për ekspozitat, herë konë, kërkon 28 nëntore, festat këto që i kemi pas, punimi jam u konë gjithmonë i ekspozum, se më kam pëlqy në gjyrat, më ka pëlqy, do më thonë jeta, gjithmonë jam kombinu, po ku i kom kuptu në gjyrat, edhe vetën, po rikthena në vitin e parë të studiumeve, kemi pas një profesor, bazat e projektimit na imsojke, edhe kombinimet e ngjyrës, edhe pak a shumë, njerëz të cilët në aso kohë nuk e kalojshin, si me thoni fartesti e lejshin dhe fakultetin, se i kemi mësu kombinimet e ngjyrës. Kushdo që më shef prej arkitektave i kujtohet rrethi i tenit, ai ka qenë prej edhe trekonshi monokromatik, ka qenë bardhëze për shembull, trekonshi monokromatik, unë kom pas fatin për me pa edhe në vitin 2000 kemi qenë në muzeun e Weimarit në lindje, se kom pas edhe workshope të ndryshme, qysh pas luftës, pastaj rikthena edhe një herë te jeta, se pjesa më e mirë e jetës teme ka qenë jeta studentore. Se, po, arkitektura për mu ka qenë gjithçka. Ato e kom kuptu që po, për ne me kom bo mirë që kom marrë në arkitekturë, edhe shoqënia ka qenë shumë e mirë. E ke zbulu vetën në një farë forme. Po, qysh në vitin e pare kom zbulu vetën që po, une jam për këto. Edhe ma ne kom pas fatin që qaj grupi që kemi qenë një grup jo shumë i madh, me po shumë venet në për Evropë. Atëherë me shiju Evropën që ka qenë në atë kohë e rrallë, sepse ka qenë problem vizat, po ka qenë interesimi për me pas workshope, pas luftës ka qenë shumë i madh në arkitekturë, po flasë gjithmonë për profesionin tem. Edhe në atë kohë kemi shku, është majt Expo 2000 në Hanover, maj mend, edhe ka qenë problem vizat, mirë po pas një workshopi që patëm me studentat e Berlinit edhe Weimarit, sigurimi vizave ka shumë i lehtë për neve si grup, kemi qenë gjithsej 11 studenta prej arkitekturës, edhe kemi pas në muzeun ku gjendet rrethi i tenit në Bauhaus, që për neve arkitekta është diçka shumë e madhe, kom pas fatin që edhe një punimi jam e më konë atë muze, punimi jam edhe grupit tam, se mos thëmë që është veç jam e personal, po kemi qenë grup, edhe ka qenë një qerë dhe në Prizren, si tas me provu, edhe maketat tona dhe punimet janë ekspozu aty ku është edhe rrethi i tenit, që për mu në atë kohë ka qenë diçka jashtëzakonisht e madhe. Po. Gjithë ky rrugtim, natyrisht që nuk kalon dot pas sfida, mimos, çka kujton prej sfidave nga e kaluara jote? Po natyrisht perioda para luftës kemi pas shumë sfida, po mos të veçoj natyrisht edhe mas luftës, por për shembull për fakultet ka qenë shumë probleme i gjetë ngjyrat. E kemi pas veç një librari e cila ka qenë shumë e vogël, po mos t'i bëjmë reklam, tash është bëj ekstrem gjigante, edhe më kujtohet sfida u kom më e madhe për print tonë, se profesion ka qenë i kushtueshëm për atë kohë. Po edhe sot besoj që është, po tash i kam programet, është diçka shumë më e thjeshtë, po sfida ka qenë sfida më e madhe e familjes, dhe faleminderit për tyre që asnjëherë nuk më kanë nda për studentave tjerë, dhe unë e kom pas privilegjin me qenë në për gjitha workshopet në Evropë që janë majtë asaj kohë. Që kjo konë sfida ma e madhe, edhe sfid ka qenë që privat me studiu arkitekturën në për shtëpi shkolla, se unë e kom përjetu një vit e gjys, ka qenë goxha sfiduse. Sfid ka qenë edhe pagjumësia shumë e madhe në arkitekturë. Ke pas sfid me vetën tonë, jo me tjerë, po me vetën tonë, se ke thonë, a dërzona, mos dërzona, plus fjallë kur nuk i mershet mira në shtapi profesorave, atëherë luftejshë me vetën, kërë këthejshë në shpe, thejshë, a ja vlen, edhe ku jam, natyrisht i kena pas ëndrat ndaja, se kërë kom registru arkitekturën, kom menu që kom shumë se në shta se tash që jam, si krejt tritë që kanë ëndra dhe sot. Por pastaj, me kalimin e kohës, u fute pak edhe drejt politikës, prej arkitekturës në politikë, ka kjo dëshirë? Dëshira, edhe kjo ka qenë spontane, se zakonisht e loj jetën kështu me mrejë spontanesht. Aso kohë, pa e planifiku, aso kohë, unë kom punu me një OJQ,
që ish me për hapësira publike, në atë kohë ka qenë kryetar Shpendahmeti, edhe bas punës që i kemi bo për lirimin e disa hapësirave, për disa pjerrina për persona me nevoja të veçanta, që kom punu se temat sociale në jetë më pëlqenjë, sepse edhe temën e diplomës e kom post temë sociale, edhe prandaj e kom pranu shumë me kënaqësi dhe ftesën në bashkëpunimin me juve, se shumica e jetës tame ka shku në tema sociale. Dalim edhe pak më vonë është me spjegu qysh tek edhe si ftesa ka qenë prej kryetarit aso kohë, edhe ka thonë, unë i kom thonë qa lyp një arkitekte në politik, në asamble, edhe më ka thonë fiton, ja dal, i kom thonë jo, se është konkurenca shumë e madhe në Prishtinë, se është veç një vot për një asambles në gjithë Prishtinën, edhe më ka thonë ja dal, edhe për një me ja dola, kom qenë 6 gratë ma të votume në Komunë Prishtinës për gjitha partive politike, sfid ka qenë, do me thonë 6 mujtë e parë, kom thonë atelo. Kom shku so herën nështë në zyrën e sektorit të kuvendit edhe i kom thonë kolegës atë që tash e kom lullës, i kom thonë lullë vërësështë për mu, se unë nuk isha mësu që njerës atë mu shty nështë ta për gjona krejt jo të kota, po mu dukshim fillim të kota, edhe në fund kur ishe dilshim pëshin kafe bashk, unë visi kuptesha edhe një artiste aty, po manej e kom po që po, ka qenë këgja mirë kom bo pëse kom qenë, sepse aty kanë kalu vendoset për qytetin, kanë kalu shumë plane rregulluse, ka pas me kalu plani zhvillimor urban, që vendoset për këtë ardhmën tonë, për 8 vite, edhe që kjo muj me thonë që manej masa vjetë e shë që ke bo mirë, që ke qenë pjesë. Pastaj në kohën kur kryetari Rama fitoj, edhe ma bune një ftesë tjetër, edhe më tha, a muj me dalë me u taku, tha se e kam një detyrë për juve, edhe hitë se prita me thonë drejtën, se kur kemi folë edhe me kryetarin Rama, e kom thonë një shpreje, nështë ta jo shumë të mirë, edhe kom thonë, kush është budal që e me planifikimin, drejtërinë e planifikimit, së është temë shumë e gjonë, edhe më tha kryetari, po këta e kom menu për ty. Për mu, thash, më lënë kom e menu, se unë për vetën tame kom hekë nështë ta dhe dorë, sepse asambleja fundit nuk ka qenë shumë asambleje mirë kur unë isha asambleiste, sepse është pru plani zhvillimor komunal në adet. Edhe une kom refuzu për me votu, sepse ka qenë gjështu, na kam pru 3 ditë për para, nuk mundet një material për 685 faqeve më u ledzu, e vetë një arkitekte në salë kom qenë une, për 51 asambleista, e lene muat atjerë që se ka në profesion, edhe kom refuzu për me u votu. Do me thonë nuk ka qenë një mbyllje e mirë nështë ta për mu, as nështë ta edhe për ekzekutivin e kalum, edhe kom thonë, kom dalë edhe kom thonë në foltore aty, edhe kom thonë, mundet më ardi kush ma i mirë se na, pse me kalum fond që nështë ta mundet me e bo një plan ma të mirë, edhe se kom di që unë mu bo drejtar, ma ne i bike që thu që unë e kom dit, po ka qenë edhe kjo sfidëm vete, me udhëheq planifikimin, po faleminderit për kryetarit Rama për besimin, se i kom thonë 2 herë, a je i sigurt, sepse duhet me qenë një person shumë i besueshëm, atë po ka thonë. Është pak e rrallë që njerëzit që caktohen në pozita tilla të kenë dyshime se që keni pas ju. Zakonisht njerëzit vinë me ambicie të jashtëzakonshme, me një vetbesim të tepruar dhe mendojnë që mund ta drejtojnë një drejtori, ndoshta pa pasur fare profesion, që e ke pas profesion. Po vish unë jam shumë realista dhe e kom di qatë pratë edhe i kom ditë sfidat e kuvendit edhe ndryshe është, unë krejt shumë është ma e thjesht kur je asamble, mu bo drejtar, shumë është ma e thjesht, se je përballë të tëne manej, edhe e den që ndodh, edhe krejt, për mu, prandaj kom hezitu, edhe kryetarit njëtën fjallë ma ka thonë, si kurse edhe jo që po ma thane, njerës nuk hezitojnë, po unë kom hezitu se kom di që është drejtori goxha e madhe, edhe lidhet me gjitha drejtorit, në bazë bashkëpunimit që kemi pas edhe me juve, e ke pa që planifikimi lidhet me gjitha drejtorit edhe e kom menu, po besoj që ja kom dalë mirë, se sot e kam edhe mandatin tjetër. As një dyshim. Po, Mirë, mimos një pyetje të fundit në këtë pjesë të parë, a do të ndryshoje në fakt diçka nga e kaluara jote, sikur të kishe mundësi? Sikur të kisha mundësi, nuk isha bo ka që mirë so që jam me njerëz, nështë që kjo qëto e kisha ndryshu pak, nuk isha bo shumë e dashne qysh jam. Jam pi natyre, nuk po mëj me ndru edhe me të në këto vjetë që i kom. Jam shumë e dashne, jam shumë e sociale, por ka njëherë njerës të marrin për dopsi.
plot raste. Vishit pjesë kisha ndryshu, tjera asnjë pikë, asnjë presë si kisha hek për jetës. Kjo është pak e vështirë me qenë se të karakterizon si karakter, edhe kur vim në një moshë të caktuar ta ndryshosh karakterin është pak problem. Po gjithsesi, ne kemi nevojë për njerëz të mirë, për njerëz pozitiv dhe të afërt, kështu që vazhdo me qëndru kështu si je. Faleminderit shumë. Është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse pas pak Mimoza Sulejmani do të nis hapjen e kartave të jetës së saj. Ta shohim se ku do ta përplas jeta. Të dashur dëgjues të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në valët tona, po ju shoqëron emisioni Hynesha. Tash është koha që Mimoza Sulejmani, Hynesha ime për sonte, të bëj hapjen e kartave të jetës së saj. Dashura i gati. Po gati. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Në fillim, në mes, në fund. Fillim. Me të parën. Hajde. Cila ishte situata më e fundit në të cilën keni ndjerë se duhet të kompenzoni çfarë ndodhi dhe cilat ishin rezultatet? Parimisht, a je person që i kompenzon situatat në jetë? Jo, s'jam, por në jeta viteve të fundit nuk e kom pas që kom pas një sfidë vogël shëndetësore, edhe kom thonë që kjo ku ka një mesazh prej nalt që po më thot pak edhe me familje, edhe me veten, edhe me në për veten, edhe reduktoj gjanat, kështu që kjo mund ta quaj si kompenzim. Si kompenzim. Kom fillu me kompenzu, edhe kom fillu me mendu ma shumë për veten. Në çfarë aspekti? Çka po bën tash Mimoza që po merret më shumë për veten? Për ata që mbase janë duke kaluar sfidën tënde. Atëherë në të kaluamën, kushdo që më ka thirrë në telefon me ndëgjun unë hall të atyre, unë e kom bo. Edhe kom dal, po një lloj psikologe. Në shtaf se kom natyrën që shto edhe njerëz e nin që ata afërsi me mu, po kjo pjesë e zhësha që po më ngarkon edhe mu emocionalisht. Edhe mami jam sa herë më ka thonë, jetu i bart problemet e gjithë Kosovës në trupin tënë. Edhe në qatë sfidën pak të vogël që e po ata, po falë zotit mirë, ka kalu, fillova me menu për vetën. Sa isha në atë kohë e hospitalizume, fillova me mendu për vetën, e thash, a thu që unë duna me ju rikthy vetës, a thu që ju krejt telefonatave duna me ju përgjigj, jo me ju përgjigj kuptimin, po me dal me i ndëgju hallet e gjithve. A ban me i reduktu krejt, se i mersha shumë për zamër. Për shembull, po rikthena një temë, ndoshta nuk është problem, kur e kam shkrujt detyrën e objektit që tashmë është i autizmit dhe Down sindromit, për me projektu në si arkitekta, duhet me nejtë me personat. Unë sa fillova me po edhe film me fëmijë me autizëm, edhe shumë e mersha shumë afër zemrës dhe ngarkojsha vetën. Po kur të shem fund si rezultat, prap, unë po prevoj me ndryshu në shtap, po së dia kam ja dal, unë po menaj që pak i kom reduktu, që kjo ka qenë, kështu mu i me thonë, po kur të shesh finalen që ata njerëz i ke bot lumëtër, atëherë të thu... Ja ke arrit qëllimin. Gjithsesi duke qartë që jenë paqe me veten në këtë çështje, pavarësisht ndoshta tendencave apo tentimit që sadopak të ndryshosh. Po. Kjo është e bukura, kjo është e bukura. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidhe një kartë nga e kuqja. Hajtë për nxjerrë për i mesit, në shta? Se mas e nxjerrë atë pare në ato. Në çfarë situatash në jetën tuaj jeni ndjerë e humbur dhe e çorientuar, si ka ndodhur? E humbur? Dhe e çorientuar. Ke pasur ndonjëherë ndonjë situatë? Po, mërë, krejt kemi pas. Mund ta ndosh ndonjë me ne? Po patjetër. Mendim, po të thëmë, kur kom hyrë, kur rastesh politikës, do më thonë, që ato e kom pa vetën, që kom qenë pak, po, ku jam. Aden kom qenë e që orientume një periudhë, edhe po të thëmë, si e thash edhe ma heret, kom tentu nështë edhe me lonë, se kom menu që s'jam për aty, s'jam të ja dalë. Aden kom qenë, kom menu, kom marrë mendim, se zakonisht marrë mendime prej njerëzve, po më fund, natyrisht që i marrë vendimet vetë, po mendime marrë, gjithmonë marrë vendime, nuk vendosi, pa i shterë gjitha mundësit që i kam të njerëzve shumë të afërt, edhe kom qef që ata që shumë shohin mu. Po, në ato momente që e ndjerë e humbur dhe e çorientuar, cilat ishin mendimet e para që të vinin në kokë? Ata lo krejt këtë punë. Ata lo krejt këtë punë, unë e kom fatin. Edhe mandej çka të bindi që mos me e lanë, po më intereson.
Një familjartë. Familjartë edhe shoqënia që më kanë thonë ja dalë se ke dalë plot sfidave tjera në jetë, lemo politikës edhe asamblesë, po për një meja kom dalë, kom bu mirë që i kom dëgju dhe kom marrë qatë shumë mendime. Po dhe në anën tjetër për ata që nuk janë pjesë e politikës është letë të thuhet ja del. Se politika duket si një lloj sporti i lehtë nga jashtë, po jo, s'është i lehtë. Kur të hysh brenda pastaj është për sportet më të rënda që ekzistojnë. Po, kështu që une po besoj që ja kom dalë mirë. Ky shembull jashtëzakonisht i mirë, është i padiskutueshëm, meqense keni edhe mandatin tjetër tashmë dhe gëzoni sërish domethënë besimin e kryetarit Rama. Është mesazh i mirë që edhe ato gra të cilat mund të kenë më dyshje në vetën e tyre, në karrierën e tyre politike, ja dalin dikur. Domethënë po ja dalin, veç duhet për kushtimin. Konsistente dhe për kushtimi jashtëzakonshëm natyrisht. Është për kushtimi jashtëzakonshëm, madje unë i kombaj 2 pozita sepse ma lejon ligji të kem 2 pozita. Kryetari Rama më ka emru mandatin e kaluar edhe si aksionare përfaqësuese e tij në Pallatin e Rinisë. Edhe ajo ka qenë sfidë, se kanë qenë fatmirësisht kemi qenë 3 gra aksionare. Hera por në histori edhe në kuvend që janë votu, se 2 votohen prej kuvendit komunal, edhe një emrohet direkt prej kryetarit, prapë jem një e privilegjume, edhe ja kum dal, sepse e kemi rikthy galerinë e arteve, prapë këthejnë atë arti, se arti është pjesë e jetës tame, edhe atë natë kur ka qenë hapja, mu ka rikthy fëmiria, që në atë kohë kom shku aty në gjitë me Elidën, që është, ka qenë galeria e parë e periudhës të fundit të viteve 70-ta, edhe prej aty kanë ekspozu pikturë ko gjatë mëdhej të asaj kohës. Edhe për mu ka qenë jashtëzakonisht kënaqësi e veçantë atë natë kur është rikthy. Dhe është gjë e bukur kur i kthehen copëza nga e kaluara që janë ikonë të kryeqytetit, siç është çështja me galerinë, ndërkohë që sa i përket pjesës Pallatit Rinis nuk po hy më tutje, sepse është temë shumë aktuale. Jo, është shumë e gjonë, është temë shumë e gjonë, po unë ndoshta me cek një gjë pozitive të artit edhe që mlidh me jetën tame. Edhe ja kemi dalë se edhe kryetari është arkitekt, kështu që absolutisht edhe është shumë e nevojshme që arti të ringjallet në Prishtinë. Edhe unë jam habit që atë shumë vizitor ka pas, ma shumë se 200 vizitor në dite e kam vizitu atë ekspozitën e parë, po. Se i kemi aty statistikat me drejtorinë e kulturës, edhe kom shku kështu piku rreshtjes, edhe kom pasa e nevojshme kanë qenë, edhe jemi popull që e dojmë artin. Absolutisht, këto statistika edhe e tregojnë këtë gjë, andaj është shumë mirë që po punoni në këtë drejtim për ringjalljen e artit edhe të kulturës në Prishtinë. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Se Mimoza hyri shpejt në lojë. Jam kështu tip ma e përshtatshme. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni. Tregoni në çfarë ju duhet të investoni më shumë kohë për të arritur atë. Kjo është pak më personale. Çfarë qëllimi e ka në një të ardhme të afërt Mimoza? Në jetën e saj, edhe në çka të duhet të investosh më shumë kohë për të arritur atë? Pak orë para se me arë këtu, e mendova pse se kom vazhdu doktoraturën. Se nuk e vazhdova doktoraturën edhe të jem një mësimdhënëse. Pse, e donë shumë mësimdhënien? Më pëlqejnë sfidat e jetë, se i kom provu pothuajse të gjitha. Kështu që nuk është që nuk e kom provu me studenta një kohë, se kom qenë gjatë edhe studime kom qenë si demonstratore e profesorit, edhe e kom pa që më shkon ajo pjesë, kom qef me punu, se e provova edhe si drejtor me pas punëtor të arkitekt, se planifikimi gjithë punën si ti ka arkitekt, kështu që më pëlqejke, nuk të rajgjë me një fjallë që është popullore, kështu që ndoshta për mu kish me qenë me fillu ndoshta doktoraturën, sepse në Kosovë i kemi marrë tash doktoraturat si të ri, po i marrin, edhe unë zdi e kisha qenë në gjendje në mosh ashtë vogël për me doktoru. Na muj me marrë se po ka doktoratura të lloj-llojshme dhe shtetet të ndryshme, por unë menoj që kur të merr një temë specifike, edhe ato duhesh një studiu mirë, edhe duhet kohë, dhe nuk është, menoj që nuk është vonë për këtë moshën që e kam, që kjo për mu
e kam si sfidë të radhës. Mirë, ne shpresojmë që do t'ja arrish shumë shpejt pas një diskutim me shumë sukses si që ke arritur të gjitha këto të tjerat. Mimoz shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Në fantazi, më ke rikthy shumë gjana që unë as nuk i kom mendu, ka kohë që si kom mendu, se kom mendu as fëminin, as universitetin, se s'kom pas kohë se sfidat e jetës shtinë mos me pas kohë më rikthy, më rapa, po faleminderit që më riktheve në kohë. Faleminderit që je këtu dhe që bashk po të njohim për te figurës, si që thash, ikonës së kryeqytetit, e cila ka bërë shumë punë, por asnjëherë nuk është shfaqur në këtë dimension të intervistave. Jo, asnjëherë, herë tjera parë për mua. Faleminderit shumë. Është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju qëndroni me ne sepse vim pas pak me raundin e dytë të hapjes së kartave të Mimoza Sulejmanit. Të dashur dëgjues të Radio Kosovës, jemi sërish bashk, po ju shoqëron emisioni Hynesha, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të Mimoza Sulejmanit. Ai gati? Po. Hajde zgjedhni një kartë nga e kaluara. Të shohim në çfarë etape tjetës po lundrojmë tash bashk. A jeni ndier ndonjëherë në faj për të thënë jo, kur ishte? A jeni ndier ndonjëherë në faj për të thënë jo? Ti na the që deri para pak kohësh, rrallë herë ke thënë jo. Ke qenë në dispozicion të gjithëve. Po, a ka pasur ndonjëherë ndonjë rast që je ndier në faj që ke thënë jo? Po. Kur ka qenë? Sfundi me babin. Edhe pse babin e kam shok shumë të ngushtë. Edhe komplet jetën tame ja kom kushtu goxha prindve, edhe kafën e mëngjesit me vite, muj me thonë që e kom pis pare me babin, pastaj kom shku në punë. Edhe mujve të fundit i kom thonë jo, se ka qenë, po më nej babi jam e ka një jetë shumë të rregullt, për moshën të cilën e ka, mendoj që është jashtëzakonisht mirë, sepse është shumë i rregullt. Ka qenë ushtarak në ish Jugosllavi, edhe pastaj një kohë shumë të shkurt, sepse ka qenë edhe i përndjekur më nej politikisht, edhe e kalon atë pjesë. Edhe unë gjithmonë ai është person që zgjohet shumë herët, edhe unë po ashtu, por muj me thonë që vitin e fundit, jo më bude mele, dhe para Ramazanit më tha, a dalim nesër me pi kafe, dhe i thash, jo se shumë herët. Në ora 7 se i pret. Do me thënë, nuk e pini kafe në shpe, e pini jashtë. Ja, na do e pimi jashtë. Edhe pak, që kjo po më bremë se i kom thonë jo. A të kritikoj? Ja, jo. Jo se më kritikoj, po e pova që dul vetë, vaj. Mirë, po besoj që do ta kompenzosh shumë shpejt këtë gjë, besoj që po. Çona më herët. Edhe gjallë edhe ke mundësi që me i kompenzoj. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjedhë një kartë. Idealizmi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një imazh ideal i një personi ose i vetës krijohet duke neglizhuar si aspektet negative ashtu edhe ato objektive të vetës. Për shembull, ne e shohim personin me të cilën jemi të dashuruar përmes syzeve me ngjyrë roz. Kur dhe si e përdorni idealizmin si mekanizëm mbrojtës, jepë një shembull. A je person që i idealizon njerëzit? Jo. Në asnjë rrethon, në asnjë mënyrë? Jo. Si jam kështu person që i idealizoj dikon. Se di pse. As në të kaluarën tënde në moshën e adoleshencës ose? Hiç, edhe kritikona për këtë punë. Nështë kena edhe familjon është ata shijyte në shoki jami, që mundet nështë me ta demonstru që unë e kom qenë që shtu gjithmonë. Për mu, nështë një njeri i rëndomt, ka qërë, tash më rikthy edhe një herë në kohë. Studentat e arkitekturës kanë qenë gjithmonë privilegjuar dhe kemi pas papillonin këtu. Edhe pak a shumë i kanë neglizhuar njerëz që s'kanë qenë në Prishtinës të jemi të sinqertë. Edhe unë nështë kom pas që dikush më ka pëlqy asoj kohë që s'ka pas as se pyetjet kanë qenë gjithmonë mbi familje, as mos bëhem kjo s'ka ndodhur, po ka ndodhur. I kujtosh çfarë familje ka, me kom porren, tash na kanë bë pyetje. Kjo me sinqert, se gjithkush e ka priardhën prej dikahit. Natyrisht. Këtë pyetje na kanë bë, edhe unë kur nuk kom idealizu dikon, ashtu edhe nështë edhe kom marrë edhe kritika për njerëzve të cilët i kom pas në tavolinë. Një ditë ma kujtoj një kolegi fakultetit, ma kujtoj pjesën e luftës që unë e kësha harru krejt,
ai ka qenë i Drenicës, po tash jeton natyrisht në Prishtinë, edhe tha, ndoshta e ke pas një mark 50 cent mi ke jep mu për kafe. Unë se kisha majt mem fare. Do të thonë që si personi, kushdo që më nje, mundet edhe që më shet tash mundet me vërtetu, që çështë nuk kom pas kur ideale. As ideale, as ndasi. As person, as ndasi, as kushdo që më njeh, kemi pas fakultet prej veneve të ndryshme, kemi pas edhe prej Tetovës, që unë hala kom muhabet me ata, dhe pse nuk vjen rrallë shumë në Prishtinë një koleg, ai gjithmonë na sokohu kon një kafiteri që u quaj ke Punto, edhe vishim për fakultetit, se kemi pas në Dragodan atëherë të arkitekturës, edhe na i thëshim ku kemi me shku, se e ka pas emrin Fadile, thëshim Dimqe, se me dialektin e atyne, a i thike në litë po shkojnë, edhe ishte me, po shfar i litë e zë Punto, edhe do të thonë kur për mu nuk kanë ekzistuar ndasit. Si është sot shoqërinë e Kosovës? Marrëdhëniet shoqërore mes njerëzve? Interes. Kanë ndryshu? Po, interes. Unë që ashtu të paktën e kom perceptu, unë edhe në punë ju thamë që në punë i kom meq, i kom koleg, po shoqni taman unë e kom. Edhe kom pas fatin me i pas, e kom shoqen e ngushtë që e kom ma shumë se 33 vite. E kom të fakultetit që i kom 3 persona shumë të ngushtë jetës tame, që vazhdoj sot e kësaj dite, që thojnë darsma, deka, dreka, jemi bashkë, edhe kur nuk jem shput prej tëne, edhe në ditët matrona tjetës teme, unë kom bo shoqni, se kështu si natyrë jem shumë sociale, unë kom shoqni gjithandej, po kur ullna për me folë në shtako, nuk i shoh, tash kemi sinqert ndodhë që mos me i po edhe 2-3 javë, edhe një muj, po në kur kthena qatë pikën që e kom lanë me ta, edhe për mu është shoqnia e vërtet, e kemi dëshmu, me shumë të në këto vite, e kemi dëshmu, kështu që edhe në punë ka njerë më thojnë, po natë kemi shoqe, thëmë, po vishon e kolege, së si raj, si jam person që nështë realist. Jam shumë realist, atë unë rri, boj muhabet, krejt, po zamra, për shembull ta kom bën veç për rrezën, nështë për Albanën dhe Gonën. A u kupton, e kom shokët, e kom Armendin, që e kom Fatosin, do më thonë unë nështë ajo kom qenë... Dekada nuk diskutohet, po e shet pak si të pamundur këtë lloj marrëdhënie në ditët e sotit? Jam të e po studentat të cilët kanë qenë në praktik në drejtorinë time, se si janë mo studentat arkitekturës ata që kanë qenë, e shoh që e shishe njëri tjetrin shumë konkurrent, në atë kohë unë po flas, kur e kom regjistru fakultetin, nuk ka pas ndasi. Për shembull, unë s'kom rri me kry punimin, edhe ka ardhë Armendi, i kemi thonë me ato raptografat, i kemi të shirat, ka ardhë Armendi të unë, ka ardhë Albana të unë, për shembull, kom shku të Albana, kemi shku të Fatosi, kemi shku edhe njëri tjetër, kështu që tash nuk e shoh ato, edhe nuk e kom po fatkeqësisht. I pisho janë ma egoista tash, unë i kom edhe nipjen që i ka 17 vjetë e gjysë, unë pisho. I ka limitet, ndoshta e ka edhe ma mirë jetën, se i ka limitet, unë e shoh edhe në punë, se ka fillu me punu shumë ma i vogël, sepse kjo jeta digjitale me AI këto ka jetë shumë përpara, po pesho është ma i kufizum. Na kemi qenë ma sociale, kemi bo shumë për njën tjetër, edhe mendoj që shqyqër që kemi bo shumë për njën tjetër. Është nevojshme që të rikthehet. I kom të krahi, i kom. Kështu që për mu ka qenë fat shumë e madhë. Shumë e një vetër me fat. Pa diskutim. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Me të parën, në? Me të parën. Është pak a shumë me pyetjen, e njëjtë me pyetjen paraproke, gjithsesi unë po ta lexoj, nëse do përgjigjesh, nëse ju mund ta ndrojmë. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cilat zakone negative duhet të heqni dorë për të arritur atë, si do ta bëni këtë? Për ta thjeshtësuar, a ka mimoza zakone negative në ndonjë qëllim të saj që duhet të heq për ta arritur? Pa i çdo njeri nështë ta kemi, po s'po di, s'po më kujtohet që tash që duna me hek në e vesë përveç që të më marrë me vetëm pak më shumë, se besoj që kom. Kështu që mujna me ndru nëse da. Hajde edhe një tjetër. Hajde që ta sfidojmë. Ka mesi. Këtë. Okej.
Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të bëni disa ushtrime ose aktivitete tjera fizike. Cilin ushtrim apo aktivitet do të zgjidhnit dhe pse? Kom nevojë. Pasporë shëndetësore, po hecen. Hecen që duna më jashtë kush do jetës. E praktikon apo jo, fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht jo, jam tu përpjek që një në rrugë prej punës deri në shtëpi. Më ngjas pritoj shumë. E keqja jam ja. Tu kthy prej punës, po e praktikoj. Do të thonë prej komunës vjetër deri te Santeja, në kom. Po duna këto me kthy në natyrë. Sepse nuk mjafton me bu në rrugët e qytetit, edhe pse më duket që i ka 2 kilometra komuna me Santem, po nuk mjafton. Nuk mjafton për peshën cilën e kam për shnet natyrisht që ecjen duna. Natyrisht. Mirë, sa je e lidhur me pjesën e artit, s'kam nevojë me të pyet sepse na the prej fillimit që një lloj artiste e lindur ke qenë, po më intereson me ditë sa je e lidhur me pjesën e muzikës. Sa dëgjon muzikë Mimoza? Me thonë drejtën, përpara kom dëgju më shumë. Se në kohën kur vizatimit i kryeshim me dorë, e lësheshim radiot kanë qenë atëherë, qysh pi para luftës, edhe çka do të qëlloj, kema nej koncerte, se më ka pëlqy gjithmonë rock muzika. Gjithmonë edhe vendor, edhe për grupeve të mia të preferume që ka qenë, edhe pse e kam shok, ka qenë grupi Jericho, Petri Qarkagjiu, e përshëndesim edhe Nikun që është anej, vllau i Nikut, e kam shok kohë të mirë, kam studiu bashkë arkitekturën, edhe muzika e tij, pastaj kur ka filluar me bo edhe me geg me përzi, më ka flajt në shpirt. Po, këtë pjesë vazhdoj prap me ndëgju në kohën kur unë fshi në shpirt, e lëshoj muzikën edhe i rikthena albumeve të vjetra, se në atë kohë kemi ngu edhe Metallicën, unë për shembull kom qenë kështu si natyrë rebele. Edhe i kom përcjellur për këtë koncertet që kanë qenë në për Kosovë, tash e shoqërzoj që kemi edhe Stani Hillin. Edhe aty po kemi mundësi me po koncerte të përmosave të mëdha, si që ne po edhe vetë çdo vit. Kështu që muzika, më pëlqen muzika, unë kom studiu edhe me Eliza Hoxhën. Me një fjallë është pjesë e jetës tënde. Me Eliza Hoxhën, edhe me Elizën i mojmen tekstet e para, se edhe me Petritin Rustën, si që thojnë këto në Prishtinë, ma bëjshën qyshim mësove tekstet kaq shpejt, për shembull të Petritit kanë qenë të Rustës pak ma të vështira, sepse muzika ka qenë aty, po ai duke i shkrujt edhe duke i zgjedhur detyrat e statikës, e kemi pas lënë në fakultet, unë imsejshë tekstet si vjersha dhe unë kur del ke konga, unë i kënaqesha, kështu që vazhdoj, po, art është, më përgjithësi arti më pëlqen edhe muzika dhe krejt. Mirë, cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë për ty sonte? Jericho, Shkabaj. Jericho Shkabaj. Shkabaj, po. Mirë, unë do të losë deskun e muzikës që tani të dëgjojmë grupin Jericho dhe këngën e tyre Shkabaj, vetëm për dëshirën e hyreshës sime për sonte Mimozës, me të cilën po kënaqemi muhabet nga sfera të ndryshme të jetës. Ju vazhdoni qëndroni me ne sepse pas pak rikthehemi me raundin e tretë dhe të fundit. Të dashur dëgjues, jemi shoqëruar kështu bashkë me grupin Jericho dhe këngën e tyre Shkabaj për dëshirën e hyneshës sime për sonte Mimoza Sulejmani, e cila tashmë ka ardhur në raundin e tretë dhe të fundit të hapjes së kartave të jetës së saj. E gati. Po. Zgjidhni një kartë nga e kaluara. Si do të dëshironit t'ju shohin të tjerët në lidhje me atë që sapo keni diskutuar. Ne folëm për shumë tema të ndryshme, për 3 etapa të jetës tënde në periudha të ndryshme, por kur e bën një përmbledhje të shkurtër, si do doje të shohin të tjerët për gjithë kaluarën tënde, gjithë rrugtimin që ke bërë deri tash? Si njeri që ka jep shumë për këtë qytet. Kështu kom shef me një përmbledhje, sepse jeta ime ka qenë e përkushtuar gjithmonë në temat sociale, në temat shkollore të Prishtinës, përveç hapësirave publike dhe planeve që janë kështu, se planifikimi është ma i gjanë, është politikë urbane, nuk po hi aty, po ko marrë pjesë edhe shumë projektimin e shumë qerdheve dhe sot e kësaj dite tashmë edhe në kabinetin e kryetarit, jam duke i shty disa qerdhe për fëmijë, edhe shkolla të reja që i kanë më u bo, dhe më thonë, kjo pjesë më pëlqen shumë. Pastaj, muj
me cilësu si sukses të jetës tama, që e kom pru objektin më të madhen në Ballkan të Down syndrom dhe autizëm, do më thonë për që ato njëna shumë krenare, sinqerisht po thonë, pi krejt projektet që unë kom bo në jetën tama, është projekti më i veçantë i jetës tama. Është ajo edhe e kom pik dopt, sepse kom shku në Konja, e kom vizitu objektin më të madh që ishtë në Evropë, ishtë në qytetin e Konjës në Turqi. Ai është për dallim prej tonit, është 40.000 metra katror, sepse fatkeqësisht numri është duke u shtuar. Edhe gjithandej në përbot. Turqia në fakt i ka kushtuar rëndësi shumë të veçantë kësaj kategorie të njerëzve. Nuk e kom besu derisa e kom pa me sy. Po, ata kanë avancime të jashtëzakonshme, më kanë edhe mua të vizitoj shumë qendra të tyre të rehabilitimit, por edhe të aftësimeve profesionale për kategoritë të ndryshme të personave me nevoja të veçanta. Dhe po, është jashtëzakonisht shembull i mirë që të marrim shembull nga ta dhe t'i sjellim në Kosovë dhe t'i praktikojmë. Kështu që unë përgëzoj për punën e jashtëzakonshme që e ke bërë me objektin e Down syndromit, sepse jo vetëm ti që duhet jesh krenare me veten, por të gjithë ne që ti ke pasur mundësi të japësh këtë kontribut kaq të veçantë, por secili që ka mundësi të jap kontribut për këto kategori të cilat vërtet ka nevojë për dorën tonë. Se zakonisht për arkitekta këto janë rutina, për shembull që erdhë shkollat, nuk është ndonjë sfidë e madhe, por ky objekt është i veçantë. Është i veçantë, sinqerisht është shumë i veçantë. E sidomos ai në Turqi që e kam pa, po na me kushtet tona na mund të them që garojmë në Ballkan nuk ka objekt më të mirë edhe më të madh edhe me dhoma senzorike që janë fjala fundit e teknologjisë edhe gjitha hapësirat përcjellëse që janë atë objekt, vetëm një gjë i mungon që i mungon pishina. Po edhe jo mbase mundet po natyrisht që ka po. Jo, mund të bëjnë kontrata të ndryshme ndoshta edhe bamirësi mund të bëjnë persona që kanë pishina për me bashkëpunu me qendrën. Natyrisht. Çka thotë tashmë në këtë pikë zgjidheni kartë. Jemi krejt drejt fundit të emisionit. Mohimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ekziston një refuzim për të pranuar realitetin, duke pretenduar se ai nuk ekziston. Për shembull, një person që ka një varësi e minimizon ose nuk e njeh atë, duke pretenduar se e ka nën kontroll, duke mbrojtur veten me pretendimin se ai ose ajo ja del mirë në punë dhe në marrëdhënie. Kur dhe si e përdorni mohimin si mekanizëm mbrojtës, jepi një shembull. Para se të vim tek pyetja, a je person që i mohon gjërat në jetë? Jo. Asnjëherë? I mohaj veç në raste kështu kur të shoh që bëhet padrejtësi. Po. Vetëm në këtë rast e përdor mohimin si mekanizëm mbrojtës? Po. Kur e ke pas një rast konkret? E kam pas para një viti. Në lidhje me? Lidhje me punën në pallat. Kështu vetë se nuk është shumë kështu. Edhe jam person kum gol se e shoj deri në fund. Çdo gjë kështu. Cila ka qenë sfida më e rëndë ndoshta për cilën të zhdosh shumë të luftosh, po flas në aspektin profesional prej që je pjesë e politikës? Sfida më e rëndë për mua ka qenë Pallati i Rinis kur u rikthy. Ato është sfida më e rëndë për mua, sepse e di që ka qenë në AKP. Edhe kur kemi shkuar kemi gjetë punëtor pa asnjë rrogë me ndoshta me vite. Edhe ajo është dashur më shkruaj statusin prej fillimit. Edhe kur kemi shkuar njerëz mendojnë që ti je personi që me thonë drejtën i ki parë të në gjepë dhe duesh mja u jap, edhe në ditën e parë kur kemi shkuar me kolegë tjerë, po flas për 2018, në fund 2018 kur kum qenë edhe në asamble, ato e kum pa që ta ngjesin për dorë të thojnë mana, edhe e shoh që s'mvaret krejt prej teje, po çam varet mane fatmirëse që u bë se komuna e ka subvencionuar. Edhe ata çato e kum pa si sfidë goxha të madhe. Po ja kemi dalë. Po edhe këtu ja keni dalë. Ja kemi dalë. Po veç është sfidë, me vite ka shkuar me vite, kështu që mirë që s'jam dorëzu ashtu. Jashtëzakonisht porosi e mirë. Çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Erdhëm tek fundi. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloji ndryshimi e dëshironi? Çfarë do të bëni për atë ndryshim të ndodhë? Çfarë duhet të bërë çaj ndryshim të ndodhë? Siç e theka edhe më herët, më u marr me veten. Vetëm kaq. Më u marr me veten, definitivisht e kam vendosur këtë vetë, e kom fol me veten, se jo ka një herë, po shpesh herë uli veten kështu përballë dhe i thomi që është mirat edhe të këqijat, e mia personale.
Edhe thom ku po du me shku. Edhe e kom bo këtë para... Praktik. Po, muj me thonë që në mujën shkurt, se kom linë të dhe në shkurt, në fillim shkurtit, kom ik pak jashtë Prishtinës, unë 10 dite, vetëm, edhe i kom qitë prioritetet e mija, për këtë vetë. Mu marrë me vetëm, me fillu me jetë, edhe mu rikëthym peshë si kom qenë, se që kjo është. Kjo nuk është e Kjo parës, është, po puna atëherë, puna vazhdojnë me rjedhë normalisht, janë gjona që së mbarën veç prej me, po prej gjithë aktarëve që jemi pjesë e ekzekutivit, unë kom me jap maksimumin edhe në këtë mandat, qysh kom jap edhe mandateve të kalume, qoftë si drejtor, qoftë si këshilltare, qoftë si asambleiste, kom u përpjek me qenë vetvetja. Nuk e kam fjen e dyshimit që ti do ta bësh në formën më të mirë të mundshme. Dashur ka që ishte minutazha hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, tash jemi krejt në fund, bashkë lundruam në etapa të ndryshme, tregom si po ndihesh. Fantazi, të thash edhe gjatë kohës kur ishte në transmetim muzika, që unë për herë parë po vi një emision të tillë, edhe po nina jashtë zakonisht mirë, se s'm kishë ndodhur kështu mas parë me hap karta tjetës. Kështu që faleminderit për ftesën edhe një herë, unë u kënaqa me juve, shpresoj që edhe ju me mu, por jashtëzakonisht mirë, faleminderit shumë. Ne u kënaqëm edhe patëm nderin e veçantë që ta shpalosim një mimos tjetër. Unë e quaj tash në fillim të emisionit ikon të Prishtinës, por ju patët rastin ta shihni edhe ta dëgjoni në 3 dimensionet e jetës së saj me hapjen e kartave. E dashur të uroj shumë suksese, shëndet edhe shihemi në rrethana të tjera. Faleminderit edhe juve për gjithçka. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkë bisedim shumë të këndshëm me Mimoza Sulejmanin, edhe një herë çto, se ta ngatrova. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim të këndshëm me Mimoza Sulejmanin, këshilltare e kryetarit Përparim Rama, por jo vetëm ajo, edhe arkitekte me profesion dhe një nga figurat më të ndritshme të komunës së Prishtinës, e cila ka bërë shumë për transformimin e qytetit edhe në aspektin social. Me mua Elvanën dhe një hynesh tjetër, bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.